A e keni menduar ndonjëherë se si dy ndryshime fare të vogla në sjellje mund të transformojnë mënyrën se si na shohin të tjerët? Sot do të flasim pikërisht për këtë. Dy parime të përjetshme nga Dale Carnegie për të lënë një përshtypje vërtet të paharrueshme. Për ta kuptuar më mirë, le të nisim me një histori. Imagjinoni një grua të veshur me rrobat më të shtrenjta, e stolisur me bijuteri, por me një fytyrë të vrenjtur dhe të pakënaqur. Kjo na tregon një të vërtetë shumë të thjeshtë. Pasuria dhe statusi zbehen plotësisht përballë fuqisë një shprehjeje të sinqertë në fytyrë. Mirë, le t'i futemi parimit të parë. Dhe ky është interesant. Industrialisti i famshëm Charles Schwab ka thënë si një zakon i vetëm, fare i thjesht, i vlente $1.000.000. Po çfarë ishte ky sekret kaq i madh? Ja ku është. Kaq e thjesht. Schwab besonte se buzëqeshja e tij magjepse nuk ishte thjesht një shenjë mirësjelljeje. Jo, por të ishte një mjet biznesi, një çelës që hapte dyrë dhe krijonte besim. Dhe ishte pikërisht ky çelës që e çoi drejt një suksesi të paimagjinueshëm. Mendojeni pak fuqinë që ka kjo gjë. Pa hapur gojën fare, një buzëqeshje e sinqert thot gjithçka. Thot, më pëlqen, më bën të ndihem mirë, gëzohem që të shoh. Është një mesazh universal që kuptohet kudo, në çdo gjuhë. Mirë, kjo tingëllon bukur në teori. Po në jetën e përditshme, a funksionon vërtet? Për ta parë këtë, le të shkojmë në një vend, të themi, jo fort të këndshëm, një dhomë pritjeje tek veterineri. E dim të gjithë si është apo jo. Një dhomë plot me njerëz të zymt, të paduruar. Dikush shikon orën, dikush telefonin, të gjithë të shqetësuar për kafshët e tyre. Ajri është i rënd, plot tension. Dhe pikërisht atëherë, kur tensioni është në kulm, ndodh diçka e vogël por magjike. Një foshnjë e vogël, vetëm 9 muajshe, shikon njërin prej këtyre njerëzve të zymt dhe i buzëqesh. Një buzëqeshje e pastër, e sinqert. Dhe çfarë ndodh? Si një domino. Burri i kthen buzëqeshjen, pastaj fillon të flasë me nënën e foshnjës, pa pritur e gjithë dhoma përfshihet në bisedë. Ajo atmosfera e rëndë, zhduket, shndrohet në një moment të këndshëm njerëzor, e gjitha nga një buzëqeshje vetme. Dhe kjo nuk është thjesht një histori e bukur, e dini, ka shkencë pas kësaj. Psikologët kanë vërtetuar se njerëzit që buzëqeshin janë më efektiv në punë. Ata menaxhojnë më mirë, mësojnë më mirë, madje edhe shesin më mirë. Pra, ngrohtësia nuk është thjesht një ndjenjë, është një avantazh real. Dhe ja ku bëhet edhe më interesante. Fuqia e buzëqeshjes është kaq e madhe sa që mund ta dëgjosh edhe në telefon. Seriozisht, një menaxher po intervistonte një kandidat me doktoraturë, super të kualifikuar. Dhe pse e zgjodhi ai kompaninë? Jo për parat. E zgjodhi sepse siç tha vet, i pëlqeu ngrohtësia në zërin e menaxherit. Ai buzëqeshte kur fliste dhe kjo u ndje. Mirë, ky ishte parimi i parë, buzëqeshja. Tani kalojmë te i dyti, dhe ky është ndoshta mjeti më i dukshëm, më i thjesht, por në të njëjtën kohë më i harruari nga të gjithë ne në marrëdhëniet me të tjerët. Dhe cili është ky mjet? Është emri një personi. Dale Carnegie thotë se për çdo njeri, emri i tij është tingulli më i bukur dhe më i rëndësishëm në botë. Mendojeni pak, kur dikush e përdor emrin ton, sidomos kur nuk e presim, çfarë ndodh? Ndjehemi të vlerësuar, ndjehemi të rëndësishëm. 50.000. Ky është një numër i jashtëzakonshëm, dhe ky ishte numri i njerëzve që organizatori politik Jim Farley mund t'i thriste në emër. Vetëm imagjinoni pak efektin. Kjo aftësi, kjo superfuqi e thjesht, ishte një nga armët sekrete që e ndihmoi Franklin D. Roosevelt të bëjë president. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për politik. Kjo funksionon kudo, sidomos në biznes. Askush nuk e kuptoi këtë më mirë se Andrew Carnegie. Ai e përdori këtë parim të thjeshtë për të ndërtuar një perandori. Ja një shembull konkret. Carnegie donte t'i shiste Shina Qeliku, kompanisë së madhe hekurudore të Pensilvanisë. Konkurenca ishte ashpër. Pra çfarë bëri? Ai përdori një strategji gjeniale dhe teje të thjeshtë. Në vend që të ulte çmimet, ai bëri diçka shumë më të zgjuar. Ndërtoi një fabrikë të re, moderne dhe e emërtoi Fabrika e Qelikut Edgar Thomson. Për nder të kujt? Për nder të presidentit të hekurudhës, J. Edgar Thomson. Pra, kur Thomsonit i duheshin shina të reja, ku mendoni se shkoi? Sigurisht, te fabrika që mbante emrin e tij. Marrëveshja u mbyll. Dhe përdori këtë taktik përsëri.
Kur ishte në një betejë të ashpër me rivalin e tij George Pullman, në vend që ta luftonte, ai I propozoi të bashkoheshin. Dhe si e quajti kompaninë e re? E quajti Kompania Pullman Palace Car. I gjithë emri ishte për Pullmanin, duke I dhuruar atij lavdin, Carnegie fitoi gjithçka. Por nuk duhet të jesh Carnegie për ta përdorur këtë. Funksionon edhe në gjërat e vogla, të përditshme. Një punonjës vuri re se shërbimi në mens ishte gjithmonë I vrendur. Një ditë, ai thjesht mësoi emrin e punonjësës, Juniçi, dhe filloi ta përshëndeste me emër. Përshëndetje Juniçe. Pa pritur, sanduiçi I tij kishte më shumë prosciutto, patatinat ishin më me bollëk. Një fjalë vetme, por që ndryshoi gjithçka. Mirë, I pam parimet. Tani, si t'i zbatojmë konkretisht? Për parimin e parë, buzëqeshjen. Çfarë të bëjmë kur nuk na vjen për të buzëqeshur? Psikologu William James kishte një ide geniale: shtiru. Vepro sikur je I lumtur, edhe nëse nuk je. Detyroje veten të buzëqeshësh. Tingëllon çuditshëm, por funksionon. Veprimi fizik ka fuqinë të ndikojë ndjenjën e brendshme. Dhe për emrat, si t'i mbajmë mend? Ja një teknikë e vjetër me 4 hapa që e përdorte edhe Napoleoni III. Hapi I parë, dëgjoje me vëmendje emrin. Hapi I dytë, nëse është emër I vështirë, mos ki turp, kërko ta gërmëzojnë. Hapi I tretë, përsërite disa herë gjatë bisedës. Dhe hapi I katërt, lidhe emrin me diçka të personin, me pamjen, me profesionin, kështu emri ngjitet në mendje. Dhe në fund të fundit, duhet të kujtojmë diçka të rëndësishme. Këto gjeste të vogla, një buzëqeshje apo përdorimi I një emri, kanë ndikimin më të madh tek ata njerëz që kanë më shumë nevojë për to. Tek ata që ndoshta nuk marrin shpesh një buzëqeshje. Pra, le ta mbyllim me një pyetje për të gjithë. Sot, nesër, ditën e kujt mund ta bëni pak më të mirë, me një buzëqeshje të thjeshtë ose thjesht duke I thënë emrin. Fuqia për të krijuar një lidhje të vogël pozitive është më e lehtë nga sa e mendojmë.